can fly. Egli shtan me deklaratën e fortë, Gjesti nuk duhet ta fitoj Big Brotherin, edhe Gjesti ja kthen me të njëjtën monedhë. Çfarë po ndodh me dyshën? Pak orë para finales së madhe të Big Brother VIP, Egli Tako dhe Gjesti kanë surprizuar me deklaratat kundër njëri tjetrit. Duket sikur sjellja e Gjestit ditëve të fundit pas dasmën ka ndryshuar 180 gradë, teksa Gjesti i ka thënë se nuk e sheh askund një marrëdhënie me Eglin jashtë shtëpisë, teksa shpreh ndër të tjera: "Më trot se kaq nuk mund ta them, nuk të shoh për asgjë jashtë këtyre mureve. Ti nuk më përballon këtu e më të më përballosh jashtë. Nuk ka asnjë farë lidhje. Dasma ishte thjesht simbolike, nuk e quaj dasmën, po si ishte mami e babi im", u shpreh Gjesti ndër të tjera, teksa Egli ka thënë se ky ndryshim i sjelljes së tij vetëm tregon bipolaritetin e këtij të fundit. E teksa Egli e ka akuzuar atë për kontradiktor të fjalëve dhe veprimeve dhe një papjekuri emocionale në një pyetësor të bërë nga Big Brotheri për çdo banor për të thënë pse e meriton dhe nuk e meriton dikush ta fitoj Big Brotheri. Sipas Eglit, ka qenë pikërisht sjellja e Gjestit gjatë qëndrimit në shtëpi, me që ka treguar kontradikt mes fjalëve dhe veprimeve të tij, duke zbuluar një papjekuri emocionale për të kuptuar ndjesitë njerëzore. Egli theksoi se ndoshta Gjesti kishte nevojë për afeksion, por në të njëjtën kohë mohonte afërsinë me të tjerët, duke krijuar dilema e vështirësi për banorët përreth. Ajo shtoi se pavarësisht qëllimeve të mundshme të mira jashtë lojës, brenda shtëpisë vetmi fokus i Gjestit ka qenë arritja e fitores, dhe kjo sipas saj nuk mjafton për të qenë një fitues i madh. Nga ana tjetër, edhe Gjesti ka thënë deklaratën e tij për Eglin, teksa ka çuditur sepse ajo nuk mund ta fitojë Big Brotherin. Eglin as nuk e mendoi fitueset të këtij Big Brotheri, konkurrentët e mia Laerti dhe Rozana, jo vetëm sepse kemi pas një lidhje, po Egli asnjëherë nuk e ka kuptuar Big Brotherin. Ajo ka qenë emocionale, ka qenë vetja e saj, në asnjë moment nuk ka luajt. E kam kuptuar shumë mirë tipin e saj, pasi nuk mendoj se ka bërë ndonjë lojë në këtë shtëpi, prandaj nuk e meriton fare, u shpreh Gjesti për këtë të fundit.